Përshëndetje të shikues të nderuar, vazhdojmë me ciklin e emisioneve me legjendat e sportit këtu në televizionin Koha, ku sonte para jush është një ish volejbolistja, drejtuesja e shkollës së volejbollit Shkëndija dhe arsimtarja e edukatës fizike, nëna e 3 fëmijëve, domethënë Semra Ajeti. Bisedën me ish volejbolistën Semra Ajeti e zhvillojmë në sallën e sportit të gjimnazit të Tetovës, gjatë kohës kur edhe zhvillohet një stërvitje me shkollën e volejbollit Shkëndija që drejtohet nga Semra dhe Abil Ajeti. Semra, mirë se ju gjetëm në hapësirat e palestrës sportive këtu në gjimnazin e Tetovës. Mirë se erdhet në shtëpinë tonë të dytë në sallën e shkollës së gjimnazit. E shfrytëzoj rastin t'ju falenderoj që më mundësuat edhe unë të jem pjesë e emisionit tuaj me legjendat e sportit. Ju falenderoj për vlerësimin. Atëherë Semra, fillimisht na thuaj kush është Semra Ajeti? Semra Ajeti është lindur në vitin 1981 në Tetov, jam në moshën 43 vjeçare. Jam arsimtare arsimit fizik dhe shëndetësor pra shkollës fillore Istikba. Jam trenere në shkollën e volejbollit Shkëndija volej këtu në Tetov dhe jam ish volejboliste e klubit të Shkëndijës. Njërë ndër volejbolistet më të mira që ka pasur klubi i volejbollit Shkëndija. Atëherë Semra, pos karriera juaj si sportiste, si volejboliste, kur ka fillue dhe kush ishin ata të cilët ju orientohen pikërisht të merreni me këtë sport? Po unë qysh si fëmijë e kam dash sportin. Dhe para se të filloj të merresha me volejboll, unë kam ushtru një kohë karate dhe çdo herë në shkollë kur organizoheshin gara sportive, krose të ndryshme në nivel komunal, çdo herë kam mendu të jem më e mira dhe çdo herë kam fitu vendet e para dhe pse jo mendova ta provoj edhe sportin e volejbollit. Në atë kohë kisha shoqe që ishin të inkuadrume në shkollën e volejbollit të Shkëndijës dhe thash ta provoj edhe unë ku edhe e gjeta vete. Në cilin klub keni zhvilluar seancat e para stërvitore në sportin e volejbollit? Po, në sportin e volejbollit unë kam fillu, hapat e mia të para janë në shkollën e volejbollit të Shkëndijës dhe gjithë karriera ime është zhvillu pikërisht në këtë klub. A jeni e kënaqur me atë që keni shënuar deri? Po, jam shumë e kënaqur. Semra, me siguri e mbani mend kur dhe kundër cilit skuadrës keni zhvilluar ndeshjen e parë zyrtare në volejboll? Po, kam pas fat që në moshën time 14 vjeçare të jem lojtare standarde në ekipin e parë të Shkëndijës në atë kohë dhe nëse nuk gabon që kanë kaluar shumë vite për atëherë, mendoj se ka qenë një ekip nga Prilepi 11 tetori, kur unë kam zhvilluar ndeshjen time të parë dhe e di se kemi fituar me rezultat bindës 3-0. 3-0 në setë, bravo, bravo. Fitoj. Ju me siguri i mbani mend edhe emrat e shoqeve tuaja, të cilët atëherë kanë qenë në formacionin e Shkëndijës, pikërisht në atë ndeshje të cilën e keni fituar me rezultat të thellë 3-0 në setë. Po, patjetër se i mbaj mend sepse të gjithë bashkëlojtarët e mia në atë kohë ishin më të mëdhaja se unë, kishin përvojë më shumë se unë. Dhe si tash më kujtohet ka qenë Nesfije Temi, kapiteni në atë kohë, kapiteni i ekipës, pastaj ka qenë Sanie Asani, një legjenda e volejbollit të Tetovës, pa diskutim. Ka qenë Shqipe Gërguri, edhe ai një lojtare e mirë, Huria ka qenë, edhe krejt bashkëlojtarët tjera. Edhe krejt bashkëlojtarët tjera, të cilët i mbani mend, ta takoheni edhe sot e kësaj dite doni ja. Dhe folni për volejbollin me siguri. Patjetër, prandaj edhe takohemi ne. Ju keni debutuar në ekipin e parë si volejboliste standarde e ekipit në moshën 14 vjeçare dhe pas 10 vjet me radhë keni qenë lojtare e ekipit të parë. A mbani mend sa ndeshje keni luajtur për ekipin e Shkëndijës si lojtare standarde? Po, është si mbas llogaritjes time për 10 vjet karrierë sportive, përafërsisht mendoj se kam luajtur 200 ose maksimum 250 lojë përfshi këtu lojrat kampionale, lojrat të kupës, po, të kupave mbarkombëtare.
mendoj se afërsisht 200-250. Po cilit janë sukseset më të mëdha si volejboliste aktive me klubin e volejbollit Shkëndija? Karriera ime nuk ka zgjatur edhe shumë, të shënoj shumë suksese që do t'i kisha mbajt mend, por njëra prej atyre është edhe fitimi, do me thënë, fituam vendin e parë në Superkupën mbarkombëtare, e cila në atë kohë u organizua këtu në Tetov, fituam vendin e parë, fituam ekipën e Kastriotit të Ferizajt, dhe atë mbaj mend si një sukses. Një sukses i jetës në sport, a? Po. A ishit krenar atëherë më atë fitore? Patjetër se ishim krenar, sepse Bështi fjalë, bështe fjalë për ekipet më të mira të Kosovës dhe të Shqipërisë. Edhe u zhvillua në ditën e flamurit kombëtar, ato 28 nëntorit. Zakonisht ato organizoheshin në ditën e flamurit. Atëherë, cili është momenti më i gëzueshëm në karrierën tuaj? Momentet më të gëzueshme në karrierën time kanë qenë të gjithë ato ndeshje që kemi zhvilluar në Tetov me rivalet tetovar këtu, ekipet tetovare, do me thonë atë kohë ka qenë ekipi i Lubotenit dhe Bamikarit, dhe do me thonë kur ne arrinim të fitonim ato ndeshje, ishin momentet më të gëzueshme për mu dhe për derbi lokal, si derbi lokal. Po, ato ishin shumë të rëndësishme për ne, dhe gjithmonë ishim shumë të gëzume kur i fitonim ato. Sepse shifshim se ne si ekip shqiptare vetme vajzave në atë kohë, ju pengonim ekipeve tjera, sepse krejt ishin ekipe Maqedonës. Dhe gjithmonë keni pas përkrahjen e madhe të tifozëve të tetovar. Patjetër. Atëherë, po cili është momenti më i vështirë i karrierës suaj si volejboliste? Po, tash momenti më i vështirë i karrierës time, e kemi përmend sa herë ma e din krejt, ka qenë edhe lëndimi im, të cilën unë e vuaj dhe sot e kësaj dite. Po. Do me thënë, mbaj mend, ka qenë prill viti 2004, kur ne zhvillonim lojën e play-offit me ekipën, një ndër ekipët më të mira në atë kohë të Rabotničkit. Do me thënë, kalkulimet ishin se ne nëse fitonim atë lojë do të gjindeshim në krye tabelës. Gjithçka ishte në rregull, unë isha në formën më të mirë time të mundshme. Mbaj mend si sot rezultati në atë ndeshje ishte seti i parë, rezultati ishte 8-2 për ne. Po. Nga dëshira e madhe që të fitoni edhe një pikë, atëherë edhe fatkeqësisht edhe u lëndua. A e mbani mend se të gjitha volejbolistët e të dyja ekipeve me rastin e lëndimit tuaj kanë filluar të qajnë? Jo, unë atë moment nuk e mbaj mend, nuk e kam pas sepse kam qenë e lëndume. Po. Unë në atë ndeshje kam qenë dëshmitar, se kjo është e vërtet që ka ndodhur. Sa ka ndikuar që ki lëndimi në atë ndeshje që t'u ndërpres karrierën tuaj, që e keni pas një karrierë të bushme? Po, lëndimi im ishte një lëndim serios atëherë në atë kohë. Më thanë, unë pata një intervenim me njërë në bas lëndimit, pastaj koha e rehabilitimit zgjati një periudhë më gjatë, se si zakonisht që ndodhen të lëndimet e sportistëve, dhe pas rehabilitimit unë mendova se a do t'ja vlente unë përsëri t'i kthehem volejbollit. Do me thanë, në kohën kur unë u lëndova, ekipa jonë ishte në formën më të mirë. Dhe në bas lëndimit tim, sikur e morja të poshtësën, dhe pas një kohë filluan të tërhiqen disa nga lojtarët, njëra prej tyre ishte edhe Fatime Asani, libera Nishe e Shkëndijës, nëse e mbani mend. Një vit më pas u largua edhe Fatmirja, për të cilën u organizua edhe një lojë përshëndetse në atë kohë, dhe më vonë edhe ekipa e Shkëndijës u shua. Gjatë kohës sa ishi e lënduar, ose që nuk kishi mundësi të jeni në sallat sportive, a vishin shoqet tuaja që u vizitonin? Patjetër. Dhe cila vinte më tepër? Në gjithë kohën kur kam qenë, në kohën kur kam qenë me e lënduar, po? E lënduar, unë shoqet e mia i kam pas pranë. Qoftë në spital, qoftë në shtëpi, do të thënë, Fatimia, këtu do ta përmendi Fatimen, do ta përmendi Fatmiren, gjithmonë kanë qenë pranë meje. Do të thënë, e kanë vujt edhe ato bashkë me mua lëndimin tim. Normalisht, po. Atëherë, Emocionon shumë. a i mbani mend se cilat volejboliste
ose cilat volejboliste do t'i veçonit se i përket kontributit që kanë dhënë për sukseset e Shkëndijës gjatë karrierës sa ju keni luajtur në ekipin e parë? Po, unë do t'i cilësoj të gjitha ato volejboliste, ato vajza, që kanë dhënë maksimumin e tyre prej vetvetes, që kanë derdhur djerës për ekipën e Shkëndijës. Ato janë të gjithë vajzat që janë pjesë e historisë së klubit tonë. Paveçuar asnjë. Paveçuar. Në kohën kur ju ishit në formën më të mirë, ju kishit ftesë, a keni pasur ftesë që të jeni pjesë e reprezentacionit të Maqedonisë? Po, unë kam qenë e ftuar në grumbullimin e reprezentacionit, grumbullimin e vajzave në reprezentacionin e Maqedonisë. Atëherë mbaj mend kemi qenë disa herë në pretor, në pres gjatë këtyre grumbullimeve, por asnjëherë nuk kemi qenë të zgjedhur atë jemi pjesë e reprezentacionit. Do të thënë nuk keni asnjë ndeshje zyrtare jo, në reprezentacion? Jo, nuk kemi në ndeshje zyrtare, sepse unë kam qenë Semra. Dhe vazhdoni të mbeteni Semra, ashtu? Po, ashtu. Po. Atëherë Semra, nëse e di ju jeni shpallur edhe sportiste më mirë të Tetovës në vitin 2000, me sa duket. Po. Edhe pastaj keni pasur edhe çmime tjera, po? Unë jam zgjedhur në vitin 2000 sportistja më e mirë për qytetin e Tetovës, bashkë me Habilin dhe me Nisa Ismailin, e cila atëherë ishte lojtare e re dhe u zgjodh si lojtare me perspektivë, me të vërtetë ishte shumë e mirë. Dhe ky organizim na u mundësua nga gazeta Fakti, në të cilët ju ishit atëherë në atë kohë gazetar, u e gjej rastin t'ju falenderohem publikisht, sepse keni qenë një prej gazetarëve që gjithmonë keni qenë pranë neve në gjithë karrierën tonë, keni qenë vetmi gazetar që keni shkruar për ne, shkrimet të cilat ende i kemi dhe i ruajmë në sitaret tona. Por jeni shpallur edhe sportiste më e mirë në organizimin e Radio Tetovës. E mbaj mend në emision të hapur Semra nga dëgjuesit e Radio Tetovës. Disa herë lojtare më e mirë, por më e gëzuar jam se unë jam zgjedh prej sportdashëve tetovar, kam fituar zemrat të gjithë sportdashëve që më bën të ndihem shumë krenar. Po. Çka tjetër keni fituar nga volejbolli gjatë karrierës? Krahas famës që u njohin si Semra Ajeti. Po, unë përveç famës në volejboll kam fituar gjithçka, duke u nis prej personit mbështetës timin. Po. Gjithmonë është pranë meje, prej kam fituar njeriu në zemrës, kam fituar babain e fëmijëve të mi, kam fituar një sportist për të cilin ndjehem shumë krenar, dhe kam fituar një shoqëri të cilën nuk do ta kisha ndruar me asgjë. Semra, ishte e rastit apo ashtu deshti fati që ju të jeni bashkë me volejbollistin Abil Ajeti? Prej kur dhe sa ka ndikuar në karrierën tuaj si volejbollist? Po. Me Abilin jemi takuar, pikërisht na ka takuar volejbolli, por unë mendoj se ashtu ka dashur fati që ne të jemi bashkë me Abilin. Dhe do me thamë prej vitit 2000 jemi bashkë tashma këtë vjetë dhe festojmë edhe 20 vjetorin e martesës dhe kemi 3 fëmijë, kemi një familje. Po, pikërisht do flasim edhe për fëmijët tuaj më vonë. Semra, ju gjatë ndeshjeve të cilit keni luajtur në ekipin e Shkëndijës, për krahas më të mëdhenj gjithmonë keni pas familjen tuaj, babain, nënën dhe të tjerët të familje. Si ndiheshin ato momente? Po, gjatë gjithë karrierës time me të vërtet, për krahasit më të mëdhenj kanë qenë familja ime, po këtu do ta kisha veçuar babain tim, i cili besoni se nuk ka munguar në asnjë ndeshje time, ka qenë për krahasi më i madh, ai ka qenë babai im dhe babai i gjithë shoqeve të mia, e ka ndihmuar Shkëndijin në raste kur ka pas nevojë dhe është ndjer shumë krenar me mua, që më bën të ndihem shumë e lumtur që unë kam pas rastin ta bëj babain tim krenar dhe gjithë familjen time. Po, ai ishte një përkrahas i madh i sportit. Ai ishte sportdashës, po. Ai ishte sportdashës, edhe në kohën e rinin e vet ai ka qenë vet sportist. Kam kupa të cilat ja ruaj me shumë fanatizëm. Bravo. Kur e përfunduat karrierën si volejbolliste aktive, a ishte shkak lëndimi apo diçka tjetër? Po, karrierën time si volejbolliste aktive kam ndërprer pikërisht në momentin e lëndimit tim. Do me thënë, në atë moment u shuan të gjitha ëndrat e mia. Nuk e mendoja të tërhiqem aq herët prej volejbollit.
Mirë po, kjo shkoj kishte desh fati. Po. A ju ka organizuar klubi ndeshje lam të mirë sape? Jo, për fat të keq, klubi im ku kam dhënë gjithë mundin tim nuk ka pas mundësinë të ma organizoj një ndeshje lam të mirë, se pasi thash se pas lëndimit tim ekipa jonë e mori të poshtën dhe derisa edhe u shua. Po, ekipi i Shkëndijës, do të thënë ka pas rritje, ngritje. Po, shumë herë. Do të thënë ka ndikuar edhe në cilësinë e volejbolistëve. Çka pas përfundimit të karrierës u punësuat në arsim? Po. Dhe vazhduat të punoni edhe si trajnere? Po. Do me thënë, pas mbarimit të karrierës time, unë mbarova edhe fakultetin e edukatës fizike, pasi edhe aty kisha një ndërprerje shkak i lëndimit tim. Më vonë u punësova në vitin 2009 u punësova si arsimtare arsimit fizik dhe shëndetësor në shkollën Istikbal në Tetov, ku edhe jam ende aty. Dhe në vitin 2011 me aktivizimin e Shkëndijës, ekipës së volejbollit të femrave të Shkëndijës, unë mu dha rasti të jem edhe ndihmës trajnere e ekipës. Nga viti 2016, me sa e mbaj mend unë, ju drejtoni shkollën e volejbollit Shkëndijës së bashku me bashkëshortin tuaj Habili. Sa jeni të kënaqur me këtë veprimtari dhe me punën që jeni duke bërë? Po, ajo është viti prill në vitin 2015, ne bashkë me Habilin e pam të arsyeshme si dy sportistë, si dy volejbollistë, ta çelim edhe shkollën tonë të volejbollit. Shkolla jonë quhet Shkëndija Volej, e udhëhequr nga unë dhe nga Habili, dhe tashmë janë bërë 10 vite me shkollën tonë dhe besoj se vetë vite tregojnë se sa ne jemi të kënaqura me këtë punë, mundohemi ta japim maksimumin tonë, mundohemi të udhëzojmë fëmijët në drejtimin e duhur. A jeni krenare me ata volejboliste të cilët aktualisht janë volejboliste aktive në disa klube, qoftë në ligën e parë, qoftë në ligën e dytë? Normal se ndihemi krenar se kemi mundu edhe ne të bëjmë diçka. Dhe kur e shoh sukseset e atyre, normal se do bëhen krenar. Se prandaj edhe punojmë ne. Për të nxjerrë volejboliste të reja. Po. Ju jeni edhe arsimtare e edukatës fizike në shkollën fillore të Istikballit. Atëherë, sa nxënësit janë të interesuar për sportin, gjithësisht për volejbollin? Po. Këtu të djemë si është futballi, do me thënë, ato e kam pasion futballit, të vajzat është volejbolli. Do me thënë, gjithmonë, pavarësisht njësisë mësimore që kemi të zhvillojmë në atë ditë, gjithmonë në shkollën tonë luhet volejboll. Pas. Po. Do me thënë, ka interesime, duan të vajzat volejbolli. Semra, para 2 viteve ju shënuat dhe festuat 30 vjetorin e themelimit të klubit të volejbollit Shkëndija për vajza. A mendoni se sërish ekipi duhet të jetë pjesë e ligës së parë të Maqedonisë së Veriut? Po, pa diskutim se mendoj se duhet të jetë pjesë e ligës së Maqedonisë. Mi po ne, shkolla jonë, të cilën e drejtojmë unë dhe Habili, është shkollë e re, është Shkëndija Volej, ndërsa ekipa ku unë kam ushtruar është Shkëndija dhe besoj se ndoshta për ndonjë do t'i mundsohet, në një të ardhme t'i mundsohet ekipës që përsëri të jetë pjesë e Ligës së Maqedonisë, besoj. Të ndërlidhemi me këtë pyetje. Në kohën ju kur keni filluar volejboll, në Tetov kishte vetëm një sallë të shkollës fillore ku luanin të gjitha ekipit, por atëherë kishte 3-4 ekipe ose 7 ekipe gjithsej me meshkujt, me vajzat. Ndërsa tani kur kushtet janë më të mira, pothuajse çdo shkollë ka sallë palestër sportive, mirë po nuk është në atë nivelin si atëherë, edhe cilësia, edhe... Po, shumë e vërtet është. Çka ka ndikuar? Çka ka ndikuar? Ka ndiku koha, ka ndiku tash të rritë, ma shumë ju drejtohen gjërave tjera për post sportit. Më thënë, interesimi për sportin është më i ullët, kanë interesim për telefona, për rrjetet sociale, dhe mendoj se kjo i ndalon të rritë. A ne në kohën tonë kemi ushtruar në sallën e vogël gjimnazit, e mbani mend? Po.
Po, dhe kemi luajtur në sallën e shkollës fillore Goce Delçev, ndërsa tash çdo shkollë e mesme e qytetit ka sallë. Është për të ardhur keq. Kush është fajtor? Kush është fajtor? Nuk e di. Nuk e di, ja. Nuk e di. Do me thonë fajtori gjithmonë mbetet anonim, atëherë. Atëherë Semra, ju një kohë gjatë jeni me ekipin e Shkëndijës dhe i njihni rrethanat gjatë historisë së Shkëndijës, gjatë 30 viteve. Cilët voleybolliste kanë qenë më të mira, ose që mund të thuan voleybolliste në kuptimin e plot të fjalës gjatë historisë së klubit 30 vjeçare pa. Po tash ne, unë bashkë me Fatima Hasanin dhe Fatmire Isakun tashmë, kemi qenë lojtarët që kemi dalë prej një shkolle të volejbollit. Dhe unë këtu do t'i kishë veçuar pikërisht Fatimen dhe Fatmiren, sepse ne të trejat kemi funksionu aq mirë në ekipën e Shkëndijës, kemi pas shumë përgjegjësi, kemi punuar shumë, kemi funksionu shumë mirë dhe unë do t'i kisha veçuar ata. Po. Si e vlerësoni cilësinë e volejbollit sot? Në krahasim me në kohën kur ne kemi qenë aktive dhe me marrë me këtë sport, sikur ka një rënje të sportit të volejbollit. Interesimi, deri në një moshë, interesimi i vajzave, domethënë ato shprehin interes për tu marrë me volejboll, me sport, dhe pastaj në moshën diku 18 vjeçare për ato shuhet sikur kjo ndjenjë. Nuk e di pse. Domethënë bashkë në atë kohë kur ato duhet të jenë pjesë nga një ekipe, garojnë, ato të vendosin tërhiqen prej kësaj. Çka i mungon sportit gjithësisht volejbollit tetovar? Çka i mungon? Infrastrukturën e përmendëm që ka, tani ka. Patjetër, krejt kushtet janë. Po. Dëshira mungon. Dëshira dhe përkraje institucionale, me siguri. Po, patjetër ajo. Po. Bashkëshorti juaj Habili aktualisht është edhe nënkryetari i Federatës së Volejbollit të Maqedonisë. Cili është roli i tij në ngritjen e cilësisë së këtij sporti në vendin tonë? Po. Duke pasur parasysh faktin se Habilit ju dha mundësia për të qenë nënkryetar i Federatës së Volejbollit të Maqedonisë, domethënë me shumë merit, unë mendoj se këtu nuk do të mungojë edhe cilësia për mundi për ngritjen e cilësisë këtij sporti në vendin tonë. Po në një kohë shumë të shkurtë, për shembull, Habili pasi ju dha kjo detyrë, Habili në bashkëpunim me Ministrinë e Sportit ju ndihmoi klubeve shqiptare me mjete financiare. Domethënë në muajin janar ka ndodhur kjo. Pastaj Habili si nënkryetar federate në bashkëpunim me komunën e Tetovës, këtë vit, në korrik të këtij viti, do të organizojë edhe kampionatin ballkanik këtu në Tetovë, ku do të marrin pjesë prafërsisht 10 shtete, një eveniment i organizuar për herë të parë këtu në Tetovë. Po, do të zgjas 3 ditë. Pastaj Habili me ardhjen si nënkryetari i Federatës Volejbollit mori një vendim që në reprezentacionin e Maqedonisë në disa kategori të ketë edhe trener shqiptar, gjë që s'ka ndodhur më para. Pastaj Habili përveç kësaj e ka edhe një detyrë tjetër, është udhëheqës në njësinë sektorin e sportit në komunën e Tetovës, ku edhe aty Habili do të japë kontributin e vet, po, ashtu. Atëherë ti kthehemi pak jetës private. Semra, si arrini të kujdeseni për fëmijët, të shkoni në punë dhe të drejtoni shkollën e volejbollit? Po, patjetër. Vetëm kur e mendosh se je nanë 3 fëmijëve, është rënë, me të vërtetë është shumë vështirë. Mirë po ne, ma i kemi kalu këto vështërsi, fëmijët na janë rritë, e kemi vajzën e madhe e cila gjithmonë na ka ndihmuar, është kujdesur gjithmonë për vëllaun dhe motrën e vet, dhe nëse dëshira është e madhe për të bërë diçka, gjithmonë zgjidhje gjehet. Po fëmijët tuaj, a do vazhdojnë rrugëtimin e prindve të tyre të merren me volejboll? Po, se ne kemi pas një kohë në ekipën tonë, po jo pas një rendimi që kishte, u mundova
pak të tërhek mos ndodhe e njëta që më ndodhi mua, ndërsa agoni merret me volejboll, edhe Hanën e kemi në stërvitje këtu, shpresoj jo të bëhet si ne, po të na kalojnë neve, ndonjëri prej atyre tash. Semra, ju jeni në atë moshë që shpesh edhe takohi me shoqet tuaja, me të cilët keni luajtur një kohë të gjatë volejboll. A diskutoni për cilësinë e volejbollit në kohën e sotme? Po, ne dalim shpesh me shoqet e klubit, ne dalim pikërisht për bisedu për volejboll, bisedojmë gjithmonë, i kujtojmë të kaluarat tona, kënaqemi shumë. Dhe si e cilësoni cilësinë e volejbollit, atëherë ku ju apo tash? Patjetër se atë kur kemi luajtur ne. Ishte shumë më mirë, a? Nuk diskutohet. Semra, me që i afrohemi fundit të emisionit, atëherë na thuj, mos vallë kemi harruar t'ju pyesim diçka që opinioni duhet të di për Semra Ajetin dhe bashkëshortin e saj, por edhe për familjen e Semrës. Po, jo, unë mendoj se unë duam t'i themi të gjitha, unë vetëm do t'ju kisha falenderuar që më respektuat në ardhin tuaj këtu. Falënderit edhe ti që pranove, por ne kemi obligim atë që të përkujtojmë ata sportistë të cilët kanë dhënë kontribut për ngritjen e cilësisë së sportit këtu në qytetin tonë. Po. Atëherë, cila është porosia e Semrës për gjeneratat e reja, qoftë për sportin apo në ndonjë porosi tjetër? Se përket rinisë. Si gjithmonë, njëjta porosi çdo herë. Ne porosia ime është që të rit të merren më shumë me sport, sepse sporti e dim se na largon prej shumë gjërave të këqija, domethënë kur një sportist merret me sport, ai detyrimisht ju largohet veseve të këqija, po. Kjo është porosia ime, le të merrem me sport. Sporti është shëndet, tjetër çka them. Sporti edhe është ambasadori i një kombi, ashtu normalisht, ashtu. Ambasadori më i mirë i një kombi. Atëherë Semra, dua t'ju shpreh falënderim që ishit pjesë në emisionin me legjendat e sportit, ndërsa ju teleshikues të nderuar, deri në emisionin e radhës me legjendat e sportit në televizionin Koha, natën e mirë dhe mirupafshim.